I din gjitha për mua. Edhe ta thash përpara, them unë, s'ke për të ndigju në jemi. Futbolin kuptohet si çdo fëmijë në moshë të vogël, 7-8 vjeç, në për të fushat e lagjes, rrugicave, ambienteve aty afër pallateve. Pastaj si i organizuar themi, ishin klasa sportive në atë kohë, dhe unë aktivizoha me klasën sportive të shkollës Alqikondi në atë kohë, sot është Pjetër Budi, dhe aty e nisa karrierën si futbollist i organizuar. Në një moshë fare të re, u afrova ke ekipi Dinamos sa asaj kohe, nga Indjeri Vasilaj Zëri, Ilir Luarasi, Indjeri, Përnaska, Ballgjini, Targaj, Bregu, Gega, Indjeri Agronazbiu, Bashkim Delia, Andrea Marga, do më thënë ishin një ekip që pothuajse ishin dhe lojtarë të ekipeve kombëtare, duke filluar ke Shpresat edhe ekipi para. Dhe ishte vërtet një emocion i madh, sepse unë ke Dinamo u rrita me atë klub ku fitova shumë. Dinamo ishte një ekip që të jepte respekt, të jepte pasion, të jepte dashuri për futbollin, dhe mbi të gjitha ishte një klub që ishte shumë të familiarizuar me njëri tjetrin. Sakrificat jo unë, por çdo futbollist në atë kohë, për ngjyrat e ekipit edhe i bënin. Kuptohet, sakrifica nga ana fizike, nga ana e të pamundurit për të luajtur. Edhe unë kam atë rastin tim që e kam të veçantë, një ndeshje derbi me Tiranën në atë kohë 17 nëndorin. Unë pata një dëmtim ke Kavilja dhe profesor Fatmir Frashëri Indjeri tha që nuk mund të luaja atë ditë. Por përpara ndeshjes, siç ishin ato momentet e qëndrimit bashkë në grumbullim në hotel, vjen zëvendës ministri i brendshëm i asaj kohe, Ysen Shahu, një njeri shumë pasionant futbolli, një njeri që bënte shumë për sportin përgjithësi, po edhe për futbollin veçanërisht. Dhe në një shëtitje aty përpara, ishte dëshira e tij që tha profesori, më tha që nuk do luaj për arsye dëmtimi, unë mendoj që ti t'jesh, se edhe prania jote në fush për kundërshtarin është diçka e fort nga ana emocionale. E fillova ndeshjen ashtu siç isha i dëmtuar me kavile të fryre të enjtur, e fashova, dhe për fat mira ditën e fituam 5-3, ku 3 gola i shënova unë. Ajo ishte një eksperiencë e bukur që në atë kohë, mbas viteve 90, na u dha mundësia që edhe mund të lëviznin, mund të luanin për ekipet ndryshme të Europës. Si unë edhe shumë shok, shumë kolegë, shumë ish futbollista, i doli mundësia dhe lëvizin, kush në Greqi, kush në Gjermani, kush në për vende të ndryshme. Mua mu dha mundësia direkt për një kontratë, që them që ishte një kontratë shumë e mirë për kohën, një kontratë me Dinamo Bukureshtit, që edhe ajo ishte një ekip elite, legjend për futbollin rumun, ku unë në atë grup, në atë ekip, bjeta lojtar të ekipit kombëtar të Rumanisë. Dhe për fat, besoj që u përshtata dhe unë mirë që në fillimit aty, ku edhe u shpalla dhe kampion, golashnuesi më i mirë dhe lojtari më i mirë i huaj për gjithë kohrat në futbollin rumun. Po vërtet kjo është kënaqësi, është vlerë edhe për mua. Kuptohet
që roli një, të themi playmaker, një organizatori, është shumë rëndësishëm për ekipin. Ishte një brez shumë i mirë. Kjo është shumë, do më thënë se edhe për skuadrën dhe për futbolin. Ne filluam me një grup 7-8 lojtarësh nga kombëtarja e Trinjve, se kështu ishte ajo kohë. Nga kombëtarja e Trinjve, Keshpresa dhe kombëtarja e madhe. Do më thënë 6-7-8 veta ne kaluam zinxhir këto ekipet kombëtare. Kështu që kur arritëm në ekipin kombëtar Shpresa, patëm rezultate shumë të mira. Ku në grup kishim Gjermani, Austri dhe Turqi dhe i eliminuam këto ekipe, dolëm vend parë, se në atë kohë ishte me grumbullim pikësh në grupe. Dhe në çertë finale në ra, si shtate ju me Italinë, Mancinit, Vignolës, Rampula, portieri i Juventusit, ku eliminuam me 2 humbje minimale, 1-0 këtu edhe 1-0. Në vërtet ajo, mund të themi, për ekzekutimin ishte fantastik. Dhe duke parë edhe shpesh, është një gol që vërtet nuk u quajt, por nuk ka në një arsye të anëlloj, kjo është edhe nga mendimi i specialistave të futbollit. Megjithatë, ngelet në kujtesën time si një nga golat më të bukur për ekzekutimin e kryer. Në atë kohë ishte ajo anketa e 10 sportistave më të mirë të vitit, ku nga gjitha sportet, ditë lojtari më i mirë i kampionatit, e kam fituar, si shtate ju, 6 herë futbollisti më i mirë i vitit. Kuptohet çdo gjë, sot ka evoluar. Të flasim edhe kampionati, edhe kombëtarja, edhe lojtarët. Sot futbollin në atë të kohës tonë është shumë më fizik, domethënë parametrat në çdo komponent janë rritur dhe vërtet lojtarëve sot i jepet mundësia shumë më shumë në ato vitet kur kemi luajtur ne. Dhe mbi të gjitha nga ana profesionale është rritur, ka ndryshuar një zhvillim të jashtëzakonshëm. Vërtet kemi përballë një ekip me tradita, një ekip më me emër, po themi në letra që Polonia është një ekip me arritje dhe me suksese të mëdha. Megjithatë, futbolli sot, unë dëshirën e kam që çdo çun, çdo lojtar që jepet mundësia në atë ndeshje, të japi mundësitë ose mbi mundësitë e tija dhe mbi të gjitha të kemi edhe fatin dhe mund të arrijmë kualifikimin. Çuna, në këtë ndeshje, e rëndësishme është secili të mendoj të japi maksimumin e tij, mbi 100% dhe të jemi një ekip në grup, kolektiv dhe po të arrijmë këtë pikë të veçantë të grupit edhe mund të arrijmë rezultate. Në Shqipëri, ajo që e tham 5-3 me 17 dorë, me Tiranën e sotshme. Në Rumani, derbi parë, dhe atje mësova një fjalë shumë të bukur, që e kishin si ambient edhe në klub edhe tifozeria shumë e zjarrt e Dinamos Bukureshtit, më mirë fitot derbin se sa kampionatin. Dhe unë për fat në derbin e parë fituam 1-0 dhe me golin tim. Më e veçanta është prezenca ke ekipi i parë i Dinamo Tiranës, me ato yje të mëdhej siç i përmend në emrin. Dhe e veçanta pastaj është kur kam veshur fanellën e ekipit kombëtar A, që është shumë me emocione. Jo, peng nuk kam, sepse karriera ime me ato mundësitë që kishim, them që i realizova, dhe mbi të gjitha arrita atë që më dha mundësia edhe jashtë ta provoja atë karrierën time, fitova një eksperiencë të re dhe fitova mbi të gjitha dola kampione dhe ke Dinamo Bukureshti. Unë përpara se të fillohet të ndeshja, gjithmonë kam qenë tip emocional. Gjithmonë mendoja se si do dalë, si do luaj, si do përfundoj ndeshja, por pastaj kur futesh atë fillot e loja, më rëmbet ajo emocioni ndeshjes dhe mendoja gjithmonë të bësha më të mira.
shokun më të mirë në kombëtare, vërtet e fillova me kapitenin Mujo Targa, se gjithmonë bashkë si Dinamovit, dhe e përfundova me Ermal Tahirin në fundin e karrierës time. Te Dinamo e kam filluar shumë shpejt, të them se pastaj ai djalë nuk e vazhdoi më karrierën, Besnik Mërgjyshi. Pastaj e vazhdova me themi diçka të moshës time, Alfred Duka, deri ke Halit Gega. Për të gjithë trajnerët ruaj një respekt të jashtëzakonshëm. Dhe i kujtoj edhe me mall, dhe një fjalë e bukur për ta është që kam bërë një sakrificë dhe një punë të jashtëzakonshme për kohën. Duke filluar që nga Indieri profesor Fatmir Frashëri, profesori Bekush Birçe, e deri ke profesor Faruk Sedini. Ka ndodhur në Rumani, se këtë pyetje ma bëjnë edhe sa e shkojnë në Rumani në për intervista në për studio. Ke luajtur këtu, thonë, në Rumani 3 vjet e gjys edhe ke vetëm një karton të verdh. Dhe vërteta është që unë isha për karton të kuq atë ditë, duke kapur të rregjur arbitrin nga bluza. Por dhe arbitri, për atë respekt që kishte për lojën që tregoja në fush, kur më pa që isha unë, nuk ma dha të kuqe direkt, por për ambienti që ndaloj dhe lojën, vetëm karton të verdh. Unë kur e fillova, idhulli im ka qenë Vasilaj Zëri, Indieri. Pastaj gjatë kohës ka pasur shumë, edhe talentuar, duke filluar nga Kola, Muça, Minga, Targaj, Ballgjini, Përnaska, e shumë tjerë, por si fëmijë edhe si në nisjen e karrierës time, gjithmonë do mbaj Vasilaj Zëri të Ndieri. Sot që është, të themi, një pikë fort e ekipit ton, patjetër Gjimshiti. Por më pëlqen kur skuadra mbi të gjitha është në një lojë në grup, në një lojë e përkushtuar, dhe këto kanë sjellë dhe rezultate. Pavarësisht se edhe individi ka rolin e vet. Normalisht sot jemi rritur shumë edhe nga ana profesionale, domethënë edhe kushtet janë shumë herë më të mira në këtë kohë. Patjetër që sot janë më të qarta, më të afrueshme edhe kushtet për të arritur rezultate të larta. Shiko, unë dëshirën patjetër, s'kam pse ta fshej këtë, që duhet të merret me sport, edhe specialiteti është futbolli dhe ta ndihmoj në maksimum. Po kjo është edhe dëshira e vet fëmis ku rritet, që e ka atë dëshirën, atë pasionin, atë që të merret me sportin, të merret me futbollin. Unë e kam për qejf, ta mbështes, ta ndihmoj, ta mësoj, por mbi të gjitha çdo gjë varet nga vetë persona.